rritës edhe asaj se çka përfaqëson vetë ideja e UÇK-s dhe vetë veprimi edhe ajo se çfarë kanë synuar edhe çfarë ç'a e gëzojmë sot, domethënë Kosovën e lirë me në dritë të pavarur edhe me krejt liritë e tjera për te lirisë ekzistenciale që sot Kushtetuta e Kosovës i sjell për të rritë të reja që kanë lindur pas luftës, si të garantuara me Kushtetutë. Ndërsa e zeza si një pezm, si një kohë e errët dhe e zymt për ne edhe për ata që janë atje, dhe këtë herë e sjellim komplet paletën e ngjyrave. Me idenë se liria i përfaqëson të gjithë, i përfaqëson të gjitha ngjyrat, edhe u takon të gjithë, që e tha dhe Ismaili pak më herët në format të ndryshme, pak rëndësi ka kush më shumë e kush më pak ka kontribu, por edhe vetë brenda llojit, brenda ushtrisë, domethënë ka pas njerëz që kanë sot mendime politike tjera, përkojnë në rrugtime politike tjera, në institucione të caktuara, fare pak e rëndësishme. Ushtria qëllimtare e Kosovës, historia jonë e re, duhet jetë një nga platformat kryesore mbi cilën duhet të ndërtojmë dialog, nëse se kemi ndërtuar deri sot, mbi cilën duhet të qëndrojmë bashkarisht edhe nëse nuk pajtohemi për gjithçka në për çka kemi kaluar. Domethënë mund të pajtohemi. Ky slogani kryesor apo drejtësi jo politik. Jo politik. Ky slogan do të përshkruhet dhe është kërkesë, është dëshirë, është qëllim, uroj që të jetë i tillë edhe për organet e dhomave specializuara në Hagë. Ky slogan do të replikohet në forma të ndryshme, në ngjyra të ndryshme, secili e ka mundësinë që aty t'i kanë linqet, t'i marrin, t'i downloadojnë, të prodhojnë çfarëdo që të dojnë, klubet sportive, organizatat e ndryshme mund ta bëjnë në mënyrë masive, për shembull në herën e kaluar kemi nisë nga familjet. Kemi prodhuar Liria ka emër, marshojmë për drejtësi dhe si ta them unë me nënën time do dalim në marshin për drejtësi, ju ftoj dhe juve që të na bashkoheni. Domethënë përveç pjesës formale që e kemi bërë me Ismailin dhe me akteret e tjerë të Liria ka emër në atë kohë, natyrisht është amplifiku krejt mesazhi edhe energjia edhe nga poshtë, nga familja, nga studentët, nga sportistët, nga artistët. Andaj sot kam nevojë edhe një herë me ju bë ftesë të gjithëve pa dallim që të na bashkohen. Marshi është qytetar dhe i tillë duhet të mbetet dhe të kuptohet. Ne kemi nevojë, nëse më e pakta që mund të bëjmë në fund të këtij procesi,